Padel Fest 2026 në Prishtinë, festivali më i madh i padelit në Kosovë, i organizuar nga Padel Zone Prishtina me rastin e 1 vjetorit të themelimit. Festivali traditor që do të zgjas nga sot 15 maj deri më 17 maj, ka mbledhur sportdashës, lojtarë të padelit dhe qytetarë të shumë në një atmosferë festive me muzikë, lojra, sfida shpërblyese dhe aktivitete argëtuese për të gjitha moshat. Nga një çadër me 4 fusha në hapje, Padel Zone sot numëron 8 fusha moderne dhe është shndruar në një nga qendrat më të mëdha të padelit në vend. Dita e parë e festivalit ka nisur sot nga ora 15 me hapjen zyrtare, muzikë nga DJ, lojra të ndryshme të padelit, sfida shpërblyese, ushqim, pije dhe aktivitete interaktive për pjesëmarrësit. Të shtunën do të organizohet turneu i 1 vjetorit të Padel Zone 2026, i hapur për të gjitha kategoritë. Programi do të vazhdojë me sesione yoga, sesione rikuperimi, lojra argëtuese, rrotë shpërblyese me dhurata nga partnerët dhe performanca muzikore gjatë gjithë ditës dhe mdëmjes. Ndërsa dita e diel do të jetë me më shumë në frymën familjare dhe rekreative, me face painting për fëmijë, maskota, lojra sociale të padelit, play with a coach, muzik live dhe DJ performance. Hyrja në festival është falas, ndërsa vizitorët kanë mundësi të provojnë padelin pa pagesë në aktivitetet e organizuara gjatë festivalit. Padeli ka bu 1 vjet, edhe me këtë rast e kena festojnë 1 vjetorin e padelit, Padel Zonës me festivalin Padel Fest. 1 vjet ka shku shumë shpejt, unë jam bashku ekipit në gjysën e rrugës, edhe mrena kësoj periude ka qenë një ekspanzion, me thonë, tash i kena vetëm se i kemi të regjistruar 3000 lojtarë që vinë në Padel Zonë, edhe i kena fillu me 4 fusha, tash i kena 8 fusha, edhe qëllimi jonë është me u rrit vazhdimisht, edhe me fusha, edhe me hapësira, edhe me shërbime, edhe me numër të sportista apo klienta që thonë. Nevoja për mu rrit ka ardhur natyrshëm, të pas kërkesë madhe për me lujt padel, është sport shumë i lehtë, edhe gjithkush mund të me lujt padel, edhe na kena pa të arsyeshme që ka nevojë me u zgjeru, sfida të ndryshme ka pas gjatë rrugtimit, mirë po motivi ka qenë gjithmonë i lartë për me u rrit, edhe kanë kaluar çfarëdo sfide që ka qenë. Shumë shpejt po shtohet numri i lojtarëve të rinj. Tash sfida kryesore ka qenë me ngrit cilëtetin e shtyllës lojtarëve. Na si Padel Zone kena kriju edhe akademinë, jena në proces që me pas si akademi që me ushtru lojtarët me trajnera profesionista, po ashtu aktive kena edhe klubin e fëmijëve ku ushtrojnë padel 2 herë në javë, e cila nuk mjafton për me u bëni profesionist, po me i fillu hapat e parë të sportit padelit.